Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Për sot do të përgatisim pastiçe tradicionale, ashtu siç e përgatisnin gjyshet tona me disa ndryshime të vogla. Siç e dini, makaronat sipër zakonisht thahen, ndaj do t'ju tregoj se çfarë të hidhni sipër që të qëndrojnë të buta dhe të marrin një ngjyrë të artë. Një tavë lehtë dhe e shpejtë pa shumë ngarkesa. Është një zgjidhje e mirë me një pjatë të ngrohtë, gjithë familja kënaqet. Le të vazhdojmë me përgatitjen. Në një tas do të thyejm 4 vezë të plota. Vezët të dashur miq është e mira të jenë fshati. Krip i perë dhe pak arë moskat sipas dëshirës. Kripën të dashur miq të kujdesni dhe vetë. Unë zakonisht e provoj pak në fund të përgatitjes, juve mund ta bëni sipas dëshirës. Pak djathë të thërmuar, diku te 150 gram. Unë të dashur miq zakonisht shtoj një shishe dhall ose kefir, diku te 300 ml. Shishja që unë kam përdorur është 330. Ju sigurisht mund ta zvendçoni me qumësht të thjeshtë. Kam shtuar 800 ml me qumësht, e përziej mirë dhe e kemi gati. Ndërkohë do të përdorni tepsi sipas dëshirës. Nëse e doni pak më të hollë pastiçën ose të lartë, është sipas dëshirës, por do të lyej mirë tepsin me gjalp. Një gjalp i mirë të dashur miq është goxha i rëndësishëm, që pastiçja të marrë një shije dhe një aromë shumë të mirë, sepse ka përbërës shumë të thjeshtë, nuk ka as mish, dhe këto pak përbërës që ka ja japin shijen. Pak djathë parmigiano sipas dëshirës, nuk është 100% e nevojshme, por i jep një ngjyrë të mirë nga poshtë. Kam zier 500 gram me makarona, do lexonin paketimin dhe do i zjeni 2 minuta më pak se sa thot. Paketimi im thot 8 minuta, unë kam zier 6. Hedhim sipër përbërjen e qumshit që përgatitëm, e hapim mirë në gjithë sipërfaqen. 2 ose 3 lugë gjelle me gjalp, siç e pat brenda nuk i kemi hedhur yndyrna, ndaj do ja hedhim sipër në këtë mënyrë. Diku te 4 lugë gjelle me gjalp dhe shkrirë. Pjekim në furrë të parangrohur në 200 gradë për afërsisht 30 minuta. Ndërkohë do të përgatisim përbërjen që do ta hedhim sipër. Në një tas thyejm një vezë të plotë. Djathi në këtë pikë të dashur miq është opsionale sipas dëshirës. Mund të shtoni pak djathë parmigiano nëse keni. 3 lugë gjelle të plota me kos, do të na duhet nga pjesa e trashë e kosit. Nëse do i peshoni, dalin diku te 150 gram ose një gotë mesatare me kos. Shtojmë gjalpin e mbetur diku te 3 lugë gjelle dhe vazhdojmë duke përzier mirë. Dhe ja pra ku e kemi gati. Kjo të dashur miq do na ndihmoj përveç se të marrni një ngjyrë të artë sipër, i zbusi makaronat dhe nuk thahen. Pas 30 minutash që është bërë e qëndrueshme, do e shikoni dhe me sy, nuk do i lini makaronat të thahen dhe do e hapim sipër në këtë mënyrë, që të mbulohen dhe mos të thahen gjatë marrjes së ngjyrës. Sipër shumë pak djathë kaçkavall, mund të jetë gouda ose mozzarella. Do vazhdojmë duke e rivendosur në furrë. Do e pjekim për 25 minuta të tjera. Në këtë pikë të dashur miq, te soba ime unë e kam vendosur në zgarën e fundit, që të marrë ngjyrë nga poshtë, por kjo varet sipas furrës tuaj, ndaj do e kujdesni dhe vetë. Pas pjekjes do e largojmë nga furra, e lëm disa minuta të bëhet e qëndrueshme dhe më pas do vazhdojmë duke e servuar dhe e shijuar. Një pastiçe e thjeshtë dhe e shpejtë që kënaq gjithë familjen. Ja për të dashur miq, ku përfunduam dhe me recetën e sotshme. Nëse ju ka pëlqyer, për të më mbështetur, mos harroni të jepni një like. Gjithashtu mund ta ndani me miqtë tuaj në rrjetet sociale. Për ata që do e provojnë, punë të mbarë dhe ju bëf të mirë. Gjithë të mirat, bashkë mirë dëgjofshim në recetën e radhës.